Po kjo është lëvizja vetëvendose, pothuajse në çdo seancë mundohet që të ndryshoj pak dinamikën, për mos me kriju vazhdimsi të dështimit të Albulena Haxhiut. E para ishte me këtë idenë që pas disa seancave të shkohet me votim fshet dhe të krijohet kështu një paradhom e errët listës serbe me votu për ta. Tani, çdo seancë ata e kanë të njëjtën kërkesë që seancat mos të mbahen çdo 48 orë që sheshe rregullori are, por ato të mbahen një herë në javë. Edhe kjo tregon pak a shumë edhe qëndrimi që sheshe edhe Albin Kurti krejt procesin. Pra në mendjen e tij, në këtë botën paralele në cilën jeton, Kosova e ka punë tepër mirë, qeveri e kemi, parlamenti si ke si s'ke. Do thot, pak a shumë kështu e koncepton. Me demek, unë nuk kam kohë me humbë me arë 28 orë se ka shumë punë për të bëraj, se kryeministri që ka zaptu ulsen e tij. Edhe kjo tregon, domethënë, kjo është njëra. E dyta, ai po don me tregu që unë nuk dorëzohem, edhe mund të shkojmë edhe më gjatë me këtë strategji, por qëllimi është që çdo ditë, çdo 48 orë të krijohet një përshtypje e re që diçka po ndryshon, në fakt kur gjë nuk po ndryshon. Albulena Haxhiu edhe me tuti është kandidate e tyre, edhe përderisa Albulena Haxhiu është kandidate e lëvizjes vetëvendose, nuk kalon përderisa zoti Kurti nuk mundohet që të flasë me partitë politike, që nuk mundohet që të flasë edhe me grupe tjera parlamentare, se në fakt kur vjen ai dyqysh i dhënushëm rrin edhe me ata të vet, as aty në s'po flet. Pra, e kemi një situatë, është për herë të parë që jam deputet. Edhe unë vi dyqysh prej komunitetit gazetarëve, ku edhe nëse nuk e ki ndaj gazetar fordmik, është kulturë me i fol njëri tjetrit. Edhe në parlamentin e Kosovës të shkon, edhe lëvizja vetëvendosje funksionon kështu si e izolume, që nuk flet me askënd. Me të mek, na jem e vërteta morale, edhe këta janë pjesë e moralitetit. Këta nuk do të, veç sa s'na kanë vendosë edhe yjet e Davidit, me na aqiku neve. Pra, kjo flet pak shumë edhe për tendencën e tyre që me çdo kusht me ngulfat dialogun, me çdo kusht me ngulfat komunikimin, që janë baza edhe esenca çysh bëhet edhe çysh krijohen institucionet. Sikur ai të shkon më proaktiv, sikur të shkon më proaktiv në dialog me partitë politike, me qenë më i sinqert me partitë politike, kur ti nuk i ke numra, ti natyrshëm i thyrë partitë politike, thu nuk i kanë. Nuk mundesh ti, si me thonë, me zor, me i shti njerëzit me ta votu ty Albulena Haxhiun. A i ka numra që me votu në mënyrë të msheft? Po numrat në mënyrë të msheft i ka veç me listën serbe. Nuk ka në Partinë Demokratike të Kosovës, nuk ka njeri që shkputet prej qëndrimit të partisë. Edhe më besoj edhe në grupe tjera parlamentare ekziston e njëjta mënyrë. Çka mundet atë më ndodh është që ata mundën me pas një marrëveshje të fshet me listën serbe, që kanë pas edhe herë në kalume. Mendoj sa ma i dhënushëm rrinë me listën serbska, aq ma shumë edhe aq ma të mëdha janë dyshimet. Pra se ata investojnë shumë simbolika. Ti ke pa edhe në kuvend, për shembull, në kuvend nuk të flet, në kafe të flet. Kjo tregon, çfarë mesazhi të po don me përçu. Ti po don me thëllu që të perceptimi që ke kriju në fushat, që na jem kombëtarja, këta janë antikombëtarja. Pra ai dëshiron me thëllu që të ndekun mes qytetarëve. Prandaj kemi kërcënime të presidentes, prandaj kemi kërcënime të njerëzve, sepse e kanë ushqyer një narracion i cili në Kosovë ka prish familjet me zvete, e ka prish shoqërinë me zvete. Sot shoqëria njëri tjetrin e shes si rrezik, edhe sepse e kemi pas një kryeministër dhe e kemi një deputet që po e krijon perceptimin që ai e përfaqëson të vërtetën absolute infinite, edhe kushdo që del kundër tij është pjesë e moralitetit, është pjesë e skenareve të Vučićit edhe të Serbisë. Dhe unë mendoj që kjo çështje, përveç që është e rrezikshme, nuk mundet me sjell asnjë kompromis përbrenda kuvendit të Republikës Kosovës që do të çonte në krijimin e institucioneve. Nëse mundem për çështjen e 48 orësh, në fakt besoj që kërkesa për
reduktim të numrit të seancave është rezultati i parë i leximit të matjeve cilat partitë kanë marrë. Unë besoj që këto matje tregojnë se qytetarët janë absolutisht e irrituar nga kjo situatë dhe që fakti që e bëjmë përgjithëse njërën palë më shumë sa tjetrën është arsye se pse të njëjtit nuk kanë interes që ta shpërfaqin pamundësinë dhe dështimin e tyre për të proceduar me formim të institucioneve në baza të shpeshta kohore. Dhe unë besoj që nëse njëherë bëhet një devijim i tillë, sado që nga ana praktike me të vërtetë këto seanca janë një nonsens, nuk ka kuptim që të thirret, dhe unë besoj që kryesuesi i seancës është në shkelje të disa herë të radhazi për shkak se dështimi i ndryshimit formës së votimit nuk e pamundson zhvillimin e procedurës në tërësi. Por me kërkesën për ta rralluar numrin e seancave, unë besoj që po tentohet që të blehet një lloj le të themi ose të blehet ky pezmi qytetar në mënyrë që të mos ekzistojë një lloj irritimi i tillë. Për shkak se sa më rrallë që mbahen seanca, qytetarët mësohen me një situatë të tillë. Por fakti që çdo 48 orë qytetarëve u rikujtohet që kemi një klasë politike dhe një parti e cila edhe pse i ka fituar zgjedhjet nuk ka mundësi që t'i formojë institucionet, kjo më shumë t'i dëmton ata dhe rrjedhimisht besoj që e tërë gara tashmë është që të partitë të shpëtojnë, në këtë rast më shumë të lëvizjave të vendosje, të shpëtojnë nga pikëvështrimi qytetar që isha ata jo vetëm më si të paft për të siguruar shumicën e nevojshme, por edhe si të padenj për të mbajtur pozitat, për shkak se 100 ditë nga mbajtja e zgjedhjeve mos arrihet zgjedhjet as hallka e parë e problemit, tregon më shumë se sa për situatën, për kulturën tonë politike dhe për mendësinë që karakterizon sidomos partinë në pushtet që fatkeqësisht ka pasur një qasje jashtëzakonisht hezituese antagoniste në raport me partitë e tjera. Kemi pas edhe një aktivizim të presidentes ku i ftojnë në një takim liderët. Si keni pa këtë rol? Unë besoj që ka qenë i mirë së ardhur, pra përfshirja e cili do akter që mund t'i zbus le të themi gjakrat kushtimisht në mes të palëve është i mirë së ardhur, por në kuptimin praktik presidentja nuk ka asnjë lloj kompetence apo mandati kushtetues për të ndërhyrë dhe për të gjetur apo imponuar zgjidhje. Maksimumi që mund të bëj presidentja në këtë mes është që çështjen ta referojë në gjykatën kushtetuese në kuadër të përgjegjësisë së saj kushtetuese si garante e funksionimit kushtetues të institucioneve. Por kjo, përveç se i humb Kosovës shumë kohë, për shkak se një lëndë e tillë rrezikon të mos zgjidhet menjëherë brenda javësh, në bazë të afateve procedurale mund të shkojë deri në 6 muaj, dhe për rrjedhoj besoj që asnjë prej palëve nuk është e bindur që presidentja mund të bëjë diçka, thjesht gjitha palët po tentojnë që ta bëjnë një tik në listën e gjatë të veprimeve që të paktën në sy të publikut i ka ndërmarrë, por që me vetë hezitime dhe disa pikpyetje që i kemi parë ta zëm, sidomos në mesin e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje që presidentja nuk mund të na imponojë zgjidhje, nuk e kemi qartë pse jemi thirrur, tregon një lloj frike se imponimi potencial i një ose propozimi ose ofrimi i një zgjidhje mund t'i vendos ata në pozitë pafavorshme politike, ndonse juridikisht njëjtit mund vijojnë ta mbajnë pezull deri në një aktgjykim që siç e thash edhe është larg nga tani, edhe dyta është vështirë e besueshme që do të mund të prodhonte një situatë ndryshme juridike nga ajo çfarë kemi tash.